أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالندريم والأدريمة تكون الله جل جلاله krijuesit dhe udhëzuesit tonë, furnizuesit tonë, atij që na dha çdo të mirë në këtë botë, në mësimin dhe kemi që na ka dhënë zgjedhje të tij fesë islame, si dhe salavati dhe selamet qofshin për dashurin tonë dhe dashurin Allahu Teala, të zgjedhur në gjithë pejgamberëve, Muhammedin të birin Abdullah, familjen e tij të pastër, shokët e tij të nderuar dhe mbi gjithë pasuesit e sunnetit të pastër të tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ja ku jemi edhe në një takim me ju për të folur inshallah për pejgamberin e parë, për rasulin e parë në fytyrë të tokës, apo për babain e dytë të njerëzimit pas Ademit alayhis salam. Sot inshallah do të folim për Nuhin alayhis salam, të cilin Allahu Teala e quajti Rabb falënderues, i cili falenderon të Zotin vetë, dhe Allahu Teala në mesazhin e tij të fundit dërguar njerëzimit në librin e tij të fundit në Kur'anin famlar, e emërtoi edhe një sure të tërë në emrin e tij, në emrin e Nuhit alayhis salam. Nuhi alayhis salam, sipas Ibn Jarir al-Tabari në tarihun e tij, historinë e vet, një prej dietarëve të njohur dhe mufesirëve të njohur, si dhe historianëve të njohur historiografisë islame, thotë se lindi diku rreth 126 vite pas vdekjes së Ademit alayhis salam. Mes Nuhit alayhis salam dhe Rasulullahit vërtet dhe Ademit alayhis salam, Ibn Abbas radhiyallahu anhu në ether të tij që transmeton Imam Buhariu sahihun e vet, thotë se kishte 10 shekuj, disa thanë 10 gjenerata. Të gjitha këto gjenerata të cilat kishin jetuar prej kohës Ademit alayhis salam e deri te Nuhi alayhis salam, kishin qenë gjenerata që kishin adhuruar Allahun Teala. Të gjitha e besonin Zotin e tyre dhe adhuronin Allahun Teala. Por në kohën e Nuhit alayhis salam, populli i tij filloi që të devijonte prej rrugës së pastër Allahut Teala. Rruga e Allahut Teala është Islam. Prej Ademit alayhis salam deri te Muhamedi alayhis salatu wassalam, që të gjithë predikuesit e numri i tyre, sikur që ka treguar Resulullah sallallahu alaihi wasallam, është 124.000 pejgamber, që të gjithë ta pejgamberlirë të Allahut Teala kanë predikuar atë që Zoti kishte zgjedhur për njerëzimin, ajo ishte Islam. Por Ademi alayhis salam, Shiti ose Shith në gjuhën arabe, si dhe Idrisi alayhis salam, që janë përmend në Kur'an, ishin enbiya ose nebi, do thotë pejgamberlirë që u tregonin mesazhet e Allahut Teala. Por Rasul, sikur që ishte Nuhi alayhis salam, që Resulullah sallallahu alaihi wasallam na tregoi se është i dërguari i parë, rasuli i parë në fytyrë të tokës, në hadithin e gjatë të shefatit, kur njerëzit do të shkojnë te Ademi alayhis salam dhe do të kërkojnë që ai të ndërmjetësojë te Allahu Teala që t'u lehtësojë dhënien e llogarisë, ai u tha, shkoni te Nuhi që është rasuli i parë, i dërguari i parë në fytyrë të tokës. Është dërguar si rasul për arsye se populli kishte filluar të mohonte ekzistimin e Allahut Teala dhe obligimet që kishin ndaj Allahut Teala. Apo më mirë themi, populli i bënte shirk Allahut Teala. Dhe ata të cilët e besonin, i shoqëronin Allahut Teala zotëra të tjerë, sikur që kishin Waddin, Jesuin, Suadin, Jeguthin, Jaukin dhe Nesrin. Do thotë këta ishin disa prej idujve që ata i adhuronin.
Gjenerata dhe gjenerata me shekuj kishin jetu në tauhid të pastër, në adhurim të pastër të Allahut. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.